Më falë, se nësë me kërku për lëvizjes vetëvendosje, me votu një buxhet, ku pjesë e cilit është arkitekti i kryeqytetit, jo që është e pandershme, po është utopike. Pse nuk keni orë gëzim thonë se më diskutuar çfarë kena dorë vitin 2023 kemi thonë mos më shtim arkitektin e kryeqytetit bashkë me PDP-n e keni shtim buxhet. Po seanca është ajo që i definanson atë nuk keni orë as me diskutuar detaj që na pengojnë bisedën. PZK-n Beka, kandidati jonë, një kandidatat më simpatik që mund të ekzistojë, ka marrë si prioritet kodrën e trimave. PZK-ja, sipas Bekës, do të kaloj në kodrën e trimave, e cila është një lagje që vërtet është lënë komplet pasdore. Gjithë këta kolegët këtu e din shumë mirë. Po deri tash thatë që s'bën politikanët me i bo PZK, deri tash ekspertët. Jo, absolutisht, po me sugjerimet tona. Asë diskutoj, ti mundohesh të kapesh vizion kryetari, kandidati për kryetari. Vizioni është politik. Në fakt më duk shumë interesant kjo që kodra e trimit. Po, kodra e trimave sepse është një qytet që është një lagje që është lënë pasdore. Ju e dini shumë mirë dhe nuk dëgjova asnjëherë një orë sa zgjati biseda diskutoj për kodrën e trimave. Unë personalisht nuk kam lidhje me kodrën e trimave, po është një prioritet i kryetarit tonë. Shiko, çdo shtet, ose çdo kombë, ose çdo shtet fillon nga familja. Në moment që familja funksionon mirë, atëherë edhe shteti funksionon mirë. Do me thënë familja shtyhet për te familje, shtyhet edhe në lagje. Do me thënë një nga prioritetet tona është infrastruktura dhe transporti. Prishtina do të ketë një infrastrukturë të rregulluar, pa rrëmuj dhe pa kaos, e cila faktikisht na ka shkurtuar jetën këto 4 vite. E nisa për të folur që parë dhe thash, çdo ditë ne duhet mendojmë që në orën 3:30 mos të dalim, sepse trafiku komplet bllokohet. Bllokohet arsyet janë të ndryshme, janë prindrit që shkojnë fëmijët, njerëzit që dalin nga shkolla, po unë nuk dua ta di pse. Unë kam të drejtë i kërkoj llogari kryetarit komunës që trafiku mos të bllokohet ose të krijoj alternativa të tjera që ky trafik mos bllokohet. Problemi më i shumë është dhe problemi me turinave. Zonja Musmorati nuk na tha arsyen pse u shkëput koalicioni. Unë asot nuk e di pse u shkëput. Do t'i kthejmë pasaj zonjës Musmorati. E dyta, si drejtoresh e arsimit, qerdhet me bazën komunitet, 9 qerdhet me bazën komunitet, janë një plagë e hapur e arsimit në Prishtinë. Nuk e di pse s'është marrë një nisëm që këto qerdhe me bazë komunitet të